Gjatë sigurisht për njëkohësisht mund të sjellë edhe bllokime. Pra, çfarë rrezikon Kosova në këtë aspekt nëse dialogu ngec për shkak të refuzimit serb? Duhet jemi të vetëdijshëm se duke ju referuar gjithë asaj dhe që shpjegova, por edhe fakti që në palën tjetër të bisedimeve kemi të bëjmë me një palë shumë atipike sa i përket rrezës së bisedimeve, sepse siç thash nuk pranon në realitetin faktik të shtetit të ri të Kosovës dhe kjo kompromiton shumë marrëveshjet shkaku se edhe mos zbatueshmëria e tyre rrjedh nga ky fakt. Shtoja këtë edhe asaj që e përmenda që ky kryeministër që është aktualisht në detyrë në Serbi më tepër luan me rejtingun e tij politik dhe edhe politikën e jashtme e bën konform situatave të brendshme atje në Serbi dhe rejtingjeve të partisë së tij dhe situatave të tjera për brenda shtetit. Është më së nevojshme për shtetin e Kosovës dhe për qytetarët e saj që të ketë një marrëveshje të garantuar, sesa dhe të marrë edhe një çik kohë derisa të marrë gjitha garancat e nevojshme, sesa të ketë një marrëveshje të ngutur në presion të kohës dhe të këtyre elementeve të cilat i përmendes, shkaku se obligimet të cilat janë ndaj marrëveshjeve të cilat garantues janë edhe faktori ndërkombëtar janë shumë më të mëdha dhe nuk ka hapësirë për rretërim, sidomos duke pas parasysh që Kosova është partner kredibil i faktorit ndërkombëtar dhe nuk është në dobi të Kosovës dhe të shqiptarëve që përpara faktorit ndërkombëtar të jenë partner jo loajal dhe jo kredibil sa u përket zbatueshmërisë së marrëveshjeve të cilat nënshkruhen në këto përmasa. Prandaj më me rëndësi është që të jetë një marrëveshje mirë e komponuar dhe e menduar, e nënshkruar ashtu siç kërkon edhe kryeministri i Kurti me garanci të forta se do të zbatohet, sesa një marrëveshje në presion të kohës dhe e ngutur që do të sjellë më pastaj pasoja të tjera. Tu kemi shembullin tipik sa i përket asaj që po ndodh me gjykimin e ish-krerëve të UÇK-s në Hag, shkaku se një marrëveshje e tillë pa një konsensus të brendshëm dhe pa një debat të mirëfillt të brendshëm duke ose duke i anashkaluar pasojat e saj, u imponua dhe u votua me presion politik dhe sot pasojat i vuajnë vetë ata të cilët e imponuan këtë marrëveshje, mirëpo rrjedhimisht edhe Kosova sa i përket pjesëve të cilat janë si dëme kolaterale duke thënë të kësaj marrëveshje dhe të këtij momenti politik që atëherë në gjykimin tim dhe në gjykimin e shumë të tjerëve besoj u ngutën dhe nuk arritën që të realizojnë një marrëveshje e cila do të sillte dobi për qytetarët e Kosovës dhe do të arrinte që ta shfaqë rezistencën dhe luftën për liri si akt i cili ka qenë i domosdoshëm për sigurimin e pavarësisë dhe jo të gjykohen krerët e saj dhe të atribuohen akuzat të cilat janë të pabazë. Ndërkaq zoti Rezi, Bashkimi Evropian, ashtu si dim, mbeten ndërmjetët kryesor për atë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, por shpesh është kritikuar edhe për mungesë presioni ndaj të dyja palëve. A ka realisht sot vullnet Brukseli ta detyrojë Serbinë drejt nënshkrimit, por edhe zbatimit të kësaj marrëveshje? Në kohën që po flasim, e dini shumë mirë, por edhe dëgjuesit tuaj dhe shikuesit tuaj e dinë që kemi transformime të mëdha gjeopolitike në botë dhe në rajon. Dhe kjo sigurisht që ndikon edhe në marrëveshjet të cilat facilitohen edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga niveli ose nga forca e trysnisë e cila duhet bëhet ndaj palëve për të siguruar mbarvajtjen e këtyre marrëveshjeve.
siç e dini, lufta Rusi-Ukrainë është një vatër e gjallë e cila influencon edhe stabilitetin e Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh që siguria e qytetarëve të saj është parësore sa i përket agjendës evropiane edhe në rajon. Prandaj jam skeptik që trysni të madhe do të ketë dhe do të jetë në agjendën e Bashkimit Evropian në këtë moment marrëveshja Kosovë-Serbi, edhe pse ata kanë një kontinuitet të aktualizimit të kësaj çështje tashmë një kohë të gjatë, mirë po ky moment i cili e fola, ai momenti ose ai elementi i sigurisë që tashmë përcënon edhe e Bashkimin Evropian, më duket se do ta zhvendos në rend të dytë çështjen edhe të Kosovës dhe Serbisë, por edhe çështje të tjera të cilat janë ende të hapura dhe asesi nuk gjejnë zgjidhje. Është në të mirën tonë, sidomos si element shqiptar në Ballkan, që këto marrëveshje të arrihen sa më shpejt, duke pas parasysh edhe atë që përmenda, sigurinë dhe stabilitetin e brendshëm të Kosovës sa i përket kësaj situate dhe fakti që pala tjetër ndodhet në një situatë ku përballet me protesta qytetare dhe ka mos funksionalizim të institucioneve dhe të shtetit. Kjo sigurisht që është një avantazh për ne dhe për zotin Kurti, dhe vetëm duhet që të marrëveshja të jetë mirë e komponuar dhe të mbaj përveç faktorit që përmendet ju, Bashkimit Evropian, të mbaj përkrahin edhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Mbretërisë Bashkuar si garantues të një marrëveshje afatgjate e cila do të hapë rrugën në rreth një bashkëpunimi të ri në Ballkan, një bashkëpunim i cili respekton integritetin dhe sovranitetin e shtetit të Kosovës pikë së pari, kushtetutës së saj, dhe i vendos raportet ndërfaqënësore në një moment të ri, mirë po nuk jam i bindur që ky establishment politik në Serbi është i gatshëm që të bëj kështu lloj kompromise dhe ta kuptoj këtë realitet të ri politik. Mirë po, ngele që të shohim se si do të rrjedhin ndodhit në të ardhmen. Zoti Lezi, sot që flasim, si shihni ju raportet mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës? Këto raporte janë të bazuara në një partneritet shumë afatgjatë. Jemi të vetëdijshëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin garantuesi dhe realizuesi i procesit të pavarësisë Kosovës, janë aktivisht angazhuar edhe në sigurinë e shtetit Kosovës me të gjitha elementet kyçe të saj, edhe sa i përket sovranitetit dhe integritetit territorial të kufive të Republikës Kosovës, edhe duke i garantuar logjistik në të gjitha elementet e sigurisë shtetit të ri të Kosovës, duke i garantuar trajnime dhe bashkëpunime forcave të rendit dhe sigurisë në Kosovë, por edhe duke garantuar zbatueshmëri të marrëveshjeve të cilat janë arrit. Kështu që nuk shoh ndonjë lëkundje në këtë raport, edhe pse për interpretime politike gjithmonë kanë ditur që kundërshtarët, sidomos të zotit Kurtit, që t'i japin kaje dhe konotacion tjetër këtyre raporteve. Këta raporte janë më të thella se sa që pretendojnë dhe interpretohen në qarqe gazetareska apo tjera. Janë raportet të cilat janë të bazuara në mirëbesim, në partneritet dhe lojalitet, dhe mendoj që fare nuk janë diskutim raportet SHABA Kosovë. Ndodhin momente që ndonjëherë ka edhe